Oligort, emergjencat që u krijuan vitin e kaluar, a kanë ndikuar ndopak tek banesat sociale këtu te ju? Dhe sa keni të evidentuara, të dëmtuara prej tyre? Natyrisht që situata e zjarre, sidomos në njësinë Skënderbekas, pati ndikime edhe në këtë pjesë, por gjithsesi në Bashkia e Gramshme me të gjitha kapacitetet e saj që pati, fillimisht ju ofruam strehim të përkohshëm, edhe më pas gjithë ajo pjesë që ka mbetur e pastrehuar janë futur në tek bonusi i qeras për të marrë zgjidhje afat shkurtër. Edhe tani javën e kaluar ka ardhur një fond, cilat u dëmshpërbluhen për banesat e djegura nga zjarri. Edhe pjesa dërmuese e atyre që u prekën në mënyrë direkte nga zjarri dhe që mbetën pas trehim, kanë marrë 50% siç e parashikon edhe ligji për emergjencat civile, kanë marrë 50% të vlerës së preventivit në mënyrë direkte. Po për familjet e tjera që kanë probleme me banesat sociale, keni ndonjë projekt, keni dhënë ndonjë ndihmë? Edhe pjesa e tjetër ta përfundoj, në fazën e parë ka marrë 17% të vlerës për sa i përket banesave të djegura nga zjarri në njësinë Skënderbekas. Pastaj për pjesët e tjera të strehimit social, natyrisht kemi disa programe sociale, të cilët gjithë personat që paraqiten pranë bashkisë tonë i trajtojmë në atë program të cilin ata përshtaten më së miri. Kemi një program social për pjesën e bonusit të qeras, dhe pjesa më e madhe, domethënë që ka problem për strehimin, ne i orientojmë tek bonusi i qeras. Gjithashtu një program tjetër social është përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese. Sa familje keni ju që keni ndihmuar ose që kanë nevojë për ndihmë për riparimin e dëmeve në banesat sociale, banesat e tyre? Momentalisht për këtë vit ka kaluar numrin e 100 kërkesave. Janë diskutuar, domethënë janë para ana e dokumentacionit dhe shpresojmë që të shkojnë mbi 60 numri i aplikantëve në të cilën ne do aplikojmë për këtë program, i cilët e plotësojnë dokumentacionin pranë zyrës tonë dhe do të aplikojmë. Kur do të fillojë ky program që të... Ky është në vazhdimësim faktikisht. Momentalisht po vazhdon puna për vitin e kaluar. Nga viti i kaluar kemi fituar rreth 37 banesa dhe janë duke punuar për riparimin e tyre, ndërsa këtë vit momentalisht jemi në fazën e përmbylljes së aplikimeve. Ne do të aplikojmë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. Pasi shpallemi fitues si projekt, i kalojmë fondet bashkisë dhe bëhet procedura për përmirësimin e këtyre banesave. Shkon, mund të jetë shtrirë pak në kohë, por shpresojmë që të marrin një zgjidhje. Sepse zjarri përshkakton makinat gati për evakuim banorë.